Për çdo arrestim palishëm, po bëjmë dokumentat me emër mbi emër të policëve dhe po i çojmë në të gjitha institucionet ndërkombëtare me dokumentacion. Edi Rama thot që protesta po ndikon në turizëm. Po pse nuk flet për zjarret që po vendosen me qëllim për të hapur hapësira ndërtimin Shëngjin? Pse nuk flet për kullota që vazhdojnë, për kulla që vazhdojnë të ndërtohen çdo 24 orë në Shëngjin? Në Shëngjin po bëjnë legalizime të ndërtimeve pa leje dhe të kullave pa leje. Ndërkohë që shumë qytetarë ankohen se proceset e ASHK-s janë bllokuar dhe janë jashtë funksionit, për shkak të abuzimeve që denoncohen prej kohësh. Shteti u shqetësua se thym një xham makine policie. Po pse shqetësohet kaq shumë kur Artan Dulaku jep me qera makinat e policisë dhe ka përfituar prona në kuadër të investimeve strategjike dhe ka bërë para në kurrizin tonë. Ndërkohë, për flamur nokën i dim interesat me biznesmenin Shevqet Kastrati. Qytetarët e kujtojnë protestën e Traut dhe pyesin, kush e fiku atë protestë dhe pse? Ndërkohë, kam edhe disa pyetje për Ulsimanjen. Çfarë ka për thënë për pretendime që lidhen me ish sekretarin e tij Evi Naku? Çfarë përgjigje jep për pretendimet e lidhura me drejtocentralet në Tibër, për cilat është pretenduar publikisht që janë regjistruar në emër të ish shoferit e tij me emrin Flamur? Kush administron biznese që lidhen me të dhe pse është kërkuar publikisht të jetohet Neziha Cenga në rolin e saj si ekonomiste? Çfarë ka për thënë për pretendimet që lidhen me blerje pronash në vitin 2023 jashtë Tiranës dhe për parregullsitë e pretenduara në këto transaksione? Çfarë marrëdhënie ka me Lul Morinën? Çfarë pasurish ose interesash janë kaluar në emër të ish sekretarës së tij dhe janë verifikuar nga institucionet përkatëse? Këto dhe shumë pyetje presin përgjigje të qarta dhe hetim të plot nga Spaku. Ndërkohë ka ardhur dhe një mesazh tani që po rria këtu në radhë për nënkryetarin e Bashkisë Tiranë, Blendi Sulaj. Me biznesin e kafes Pelini, i shkon lokaleve dhe i shantazhon që nëse nuk marrin kafen Pelini, do vi i më tëja t'ju prishi lokalen dhe t'ju heqi karrigët.